E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV natën e sonte. Për t'ju rikujtuar edhe një herë, mos harroni në orën 22 të gjithë syevesh në kanalin Monitor TV për të ndjekur emisionin më të bukur, emisionin e fund të vitit. Dua me ju tani të flas për marrëdhënien e Ilirit edhe Stenaldos, njëkohësisht edhe të Brikenës. Brikena në shumicën e rasteve dëshironte që ta ndihmonte Stenaldon brenda shtëpisë sepse i dukeshte jo normale të mos të ndihmonte një njeri i cili është i verbër. Do të thënë, Brikena çdo ditë po tregon një anë të saj shumë pozitive, një anë të saj shumë njerëzore, një anë të saj shumë të bukur. Por Stenaldo, siç duket, dëshiron që të luftoni vetëm, dëshiron që të jeti vetëm, nuk dëshiron që të tjerët ta shohin me mëshirë, të tjerët ta shohin për gjyna apo të tjerët ta përgojojnë. Diskutimi që u bë dhe që vazhdon në fakt të bëhet është termi qor i cili u përdor brenda shtëpisë së Big Brotherit nga ana e Ilir Vrenozit. Përdorimi i termit qor nga Iliri gjatë javës ka qenë një nga temat më të diskutuara në Prime, por edhe jashtë Prime-it të Big Brother VIP Albania. Iliri e kishte përdorur këtë term në një kontekst të paqartë që lidhej me gatimet e përgatitura nga të gjithë banorët. Situata u komentua nga Brikena, e cila e ndjeu të nevojshme që t'i kërkonte Iliri falje Stenaldos për termin e përdorur. Në këtë moment Stenaldo reagoi ndaj Brikenës duke i kërkuar që të mos të përzihej në situatat e tij më tepër. Gjatë Prime-it në të mbrëmjes së sot të djeshme, Stenaldos sqaroi qëndrimin e tij duke theksuar se nuk është ndjer i fyer nga përdorimi i këtij termi pasi nuk ishte drejtuar ndaj tij. Do të kisha dashur që të isha protagonist edhe unë në Prime, por jo për këtë. Megjithatë rrethanat vijnë ashtu siç vijnë, thot. Brikena nga ana e saj nuk është një person i papërfshirë. Një person i përfshirë është edhe një lojtar që i përdor në një mënyrë apo në një tjetër ato se çfarë ndodh në shtëpi për t'u avancuar në lojë. Unë në këtë program nuk jam futur të qaj, thot. Fjala që ka përdorur Iliri nuk është të drejtuar tek unë. Ajo është fyese kur i drejtohet një personi me mungesë shikimi apo një komuniteti të tërë, ka thënë Stenaldo. Siç duket, Stenaldo nuk dëshiron që banorët e tjerë t'ia përdorin situatat, sepse ai logjikon ndryshe, thotë, nëse këto më godasin mua, pikërisht drejt mua, atëherë jashtë dalin keq këto dhe unë dali i fituar. Do të Stenaldo ka një lojë shumë të rrezikshme. Dua të marr mendimin tuaj, si shikoni ju lojën e Stenaldos? Unë lojën e Stenaldos e shoh shumë të menduar dhe e shoh shumë strateg.